Panik në Big Brother VIP Kosova. Alba humb ndjenjat në shtëpi, niset me urgjencë drejt spitali. Një ngjarje e papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4 gjatë orëve të fundit. Banorja Alba është detyruar të lërë menjëherë ambientet e shtëpisë për t'u dërguar drejt spitalit, pas një përkeqësimi të menjëhershëm të gjendjes së saj shëndetësore. Njoftimi zyrtar dhe detajet nga prapaskenat. Lajmi u konfirmua fillimisht nga faqja zyrtare e produksionit, e cila njoftoi se largimi i Albës është i përkohshëm dhe i lidhur me një problematikë shëndetësore që kërkonte ndërhyrje të specializuar. Ndonse produksioni u tregua i rezervuar në detaje, menaxhuesit e rrjeteve sociale të banores kanë zbardhur më shumë rreth incidenti. Raportohet se Alba ka humbur ndjenjat brenda shtëpisë, duke alarmuar stafin dhe banorët e tjerë. Aktualisht, ajo ndodhet në vëzhgimin e rrep të mjekëve, të cilët po kryejnë të gjitha analizat për të përcaktuar shkakun e këtij kolapsi. Ky incident ka ngritur dyshime të mëdha mbi vazhdimsinë e Albës në këtë forma. Sipas rregullores, largimet për arsye shëndetësore mund të jenë të përkohshme, por gjithçka do të varet nga rekomandimi i mjekëve nëse ajo është e aftë të përballojë presionin e lojës. Kohëzgjatja e qëndrimit të saj jashtë shtëpisë pa pasur kontakt me botën e jashtme. Fansat e Albës po presin me padurim një përditësim të dytë mbi gjendjen e saj, duke shpresuar në një rikthim të shpejtë të banores në garë.